Përgjegjësia e gruas ndaj çështjes së saj. O gratë të nderuara, veçanërisht vajza, të cilat keni një jetë më të gjatë para jush, duhet të shfrytëzoni mundësitë që Allahu ju ka krijuar në këtë botë për zhvillimin e njeriut. Duhet ta njihni këtë mundësi në mënyrë të saktë dhe të kuptoni rrugën që të çon atje. Pra ju duhet të mendoni për këtë çështje. Gjithashtu keni përballë çështjen e luftës për t'u larguar padrejtësive ndaj gruas dhe duhet të njihni mirë mendimet e paraqitura, se çfarë është e nevojshme dhe çfarë është e dëmshme. Çështja e gruas është një çështje shumë e rëndësishme dhe ato mund të trajtojnë ta zgjidhin më mirë këtë çështje. Janë vetë gratë. Ne nuk kemi asnjë mungesë në numrin e grave të ditura, të përparuara, me mendje të ndritura dhe të gatshme, me shkrim të bukur dhe me stil të fuqishëm, me ndjeshmëri dhe nismë. Fal Allahut, ato janë shumë sot në vendin tonë. Siç e përmenda, ne nuk kemi pasur kur një përqindje të tillë të grave të arsimuara dhe të mençura. Personalitete të shquara, poete dhe kërkuese shkencore që punojnë dhe studiojnë në fusha të ndryshme. Duhet të shohim udhëzimet hyjnore dhe të heqim dorë nga mësimet materiale. Duhet të ecni përpara me lejen e Allahut.